Partija më përkushtu për i ashtë një asarë. Për promovimin e brigadës 136 Rrugova, e cila është në shemën organizative të ushtrisë shkrimtarë të Kosovës. Deri sot kemi vepruar si shtab rajonal i Rrugovës të konstituar me 26 gusht 1998. Tani nga organet kompetente ushtarake kërkohet që treva e Rrugovës të përfshihet me brigadën 136 të quajtur Rrugova, e cila bën pjesë në zonën operative të rrafshit Dugaxhinit. Deri sot nuk kemi pasur as vepror ushtarak, por kemi vepruar më shumë duke u mbështetur më tepër në vullnetin e fortë për ta mbrojtur Rrugovën. Tani nga organet kompetente ushtarake, nga Ministria e Mbrojtjes dhe nga shtabi përgjithshëm i UÇK-s, si komandant të brigadës 136, është emëruar ushtaraku Zoti Florin Qelaj. Prandaj në emër të ushtarëve dhe të rrugovazëve i shprehi mirëseardhje në mesin tonë dhe sukses në detyrat ushtarake. Betohem që të ta keni përkrahen dhe ndihmën nga ona jonë dhe nga ona e popullatës rrugovase. Sukses dhe fat ushtarak drejt pavarësisë së Kosovës. Fuqisht në 14 Paret 1999.